këtë edicion do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës nuk ka mandatuar sot as mandatarin e dytë. Vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Dy të lënduar pas një aksidenti në rrugën Nën Tereza. Të dielën në Xhakov protestohet për të kërkuar drejtësi për rastin tragjik të studentes Daorsa Spahia. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Pas dështimit të seancës së paraditës dhe moshedhjes në votim të pikave të rendit të ditës, edhe seanca pas ditës nuk ka shkuar mirë. Deputetët e kësaj legjislature nuk e votuan qeverinë e re të propozuar nga mandatari Glauk Konjufca. Deputetët e legjislaturës së 9 kanë mbajtur sot 2 seanca të jashtëzakonshme të thirrura nga kryeparlamentari Dimal Basha. Seanca paraditës në rend të ditës kishte themelimin e komisioneve parlamentare, miratimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare, projekt buxhetin për vitin 2026, si dhe buxhetin e RTK-s. Mirë po pas përfundimit të deklarimeve të deputetëve të kuvendit, nuk u hodh në votim asnjëra pikë. Kryeparlamentari Dimal Basha tha se seanca do të mbetet e hapur nëse ka ndryshim të qëndrimeve të partive të ish opozitës për të marrë pjesë në këtë seancë. Seanca mbetet e hapur në rast se kemi ndryshim të qëndrimeve, edhe një bëj thirrje të gjithë subjekteve politike, deputetëve të kuvendit që ti bashkangjiten, gjithë deputetëve tjerë që të mbledhemi dhe te kalojmë pro këto ligje që janë me rëndësi jetike për gjithë qytetarët e Republikës. Ndërkohë në seancën tjetër të jashtëzakonshme, e cila në rendite kishte votimin e qeverisë së re, fillimisht mandatari për kryeministër Glauk Konjufca prezantoi programin qeverisës dhe emrat e ministrave të qeverisë së tij. Viti i ardhshëm do të jetë në një renon vit investimeve kapitale me mbi 1 miliard euro, i mbështetjes të prodhimit në sektorin privat me financim deri në 1 miliard euro, edhe kjo, i fillimit urgjent të hekurudhës Prishtinë-Durrës dhe i 5 digave për akumulimin e ujit e i projekteve treja energjetike me burimet që i kemi. Kurse në anën tjetër, po ashtu vit i rritjes së pagës minimale në 500 euro, i mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve. 2026 do të jetë viti i fillimit të transformimit të shëndetësisë publike në të gjitha regionet e Kosovës, prej spitaleve të reja, që do të fillojnë të ndërtohen, te poliklinikat specialistike në për të gjitha anët e Kosovës. Është viti i fillimit të punës për ngrohtoret qendrore në regionet që po presin prej vitesh. Edhe në këtë seancë, pas deklarimeve të deputetëve nga këta të fundit, u kërkua që të votohet qeveria propozuar nga Glauk Konjufca. Vetëm 56 vota mori kabineti qeveritari prezantuar nga mandatari për kryeministër Glauk Konjufca. Pro qeverisë Konjufca votuan vetëm deputetët të lëvizjes vetëvendosje, Guxo, Alternativa, si dhe 8 deputetë të komuniteteve jo shumicë. Ndërkaq kundër votuan 53 deputetët të PDK-s, LDK-s dhe AK-s, listë serbe, kurse 3 deputetët të nisma socialdemokrate abstenuan. Pas komunikimit të numrit të votave, Dimal Basha tha se seanca përfundon, se s'ka vota të mjaftueshme për formimin e qeverisë së re. Pas përfundimit të seancës, disa nga deputetët u deklaruan që tani tutje të respektohen afatet kushtetuese për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. 2 persona të lënduar në një aksident trafiku të ndodhur paraditën e sotme në rrugën Nën Tereza në Xhakov. Të lënduarit kanë marrë trajtim në emergjencën e spitalit të Xhakovës, ndërsa rasti është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës. Një aksident trafiku ka ndodhur në rrugën Nën Tereza në Xhakov, në vendin e njohur si Qarshia Vogël. Sipas specialistit të emergjencës Skënder Fetau, nga aksidenti janë lënduar 2 persona, të cilët kanë marrë trajtim të menjëhershëm në spitalin Nisa Greza në Xhakov.
rreth orës 8:40 urgjenca i sjell 2 aksidituar në shërbimin tonë emergjent. Pas një aksidentit në trafik, pacientët janë ekzamenu, janë trajtu dhe për momentin i kemi liruar në shtëpi. Gjendja e tyre është stabile me lëndime të lehta trupore. Rastin e ka konfirmuar dhe drejtoria rajonale e policisë në Gjakov përmes zëdhënësit Shërmet Elezaj, i cili ka deklaruar se në aksident janë përfshirë 2 vetuar dhe se ka të lënduar si dhe dëme materiale. Rreshtet e shumta të 2 ditëve të fundit ka bërë që lumi në Karada të dalë jashtë shtratit, e përpastoi sot gjithë hapësira është mbushur me mbeturina. Albert Murina, zhytës me përvojë nga Gjakova, dje ka pastruar rrjedhën e përrojë të njohur si Nakarada, e cila ishte mbushur nga rreshtet e dendura të shiut. Ai tregoi se kishte qelluar rastësisht në këtë vend dhe se një nga shkaqet kryesore të bllokimit të ujit janë mbeturinat e shumta. Dje rastësisht qellova këtu edhe poshtë që kishin ardhur ujat të rrëmbyeshëm të mëdha dhe to ditë edhe vitet më pashme çka ka ndodhur këtu, që ujnat me këtë pshiut e vjeshtë si sjell gjitha këto mbeturina për snarti edhe bën blokadën, kësaj urëm të thom ura se kjo urë provizore. Edhe të e di që më ngelin këtu punëtorët, thash mirë na dhone pakës me aktivitet. Shkova mora pajisjet adekuate për shi, u futa këtu brenda, e po në pastrimin të paktën me hap fuqinë e ujit që mos më dëmtu, që më bloku kajt rrugën. Morina thot se zhytësit e klubit Gjakova, përveç gjetjeve dhe kërkimeve të ndryshme në ujë, shpesh intervenojnë edhe gjatë situatave me vërshime. Kur ka nevojë në thirrjen, sidomos në bashkëpunim edhe me zjarr fikse, atje me organet komunale, mirë me kësi aktivitete. Mirë po është interesant se këtë problematika e bashkësaj, të thojmë Prockës në Kradës, është problematik ekologjike, të thomë. Se këto plera që po ishin këto rrjedhin prej gromullimit të kolonisë lart atje. Jo dini kur mlidhet bora në bjeshk formohet orteg. E njëjta gjë ndodh edhe këtu. Shinat të mëdha kur gromullohen bashkë me këto meteorina plerat, atëherë krijohen një orteg krejt ujnave edhe këto në plerave edhe me tona besoni këto plera kalojnë nëpër lumin në Karadë deri në një tutje keni pa vetë çka ndodh. Ai bën thirrje që lumenjët dhe rrjedhat e ujit të pastrohen rregullisht, veçanërisht kjo rrjedh që kalon nëpër Gjakov. Duhet kjo qeveria komunale edhe qendrore besa më marr pa kësaj problematike natë atje që mos na ndodhin këto, se shihni vetën që zime tregojnë. Sipas meteorologëve në vendin ton pritet të vazhdojë rreshtit e shiut. Në disa komuna gjatë 2 ditëve të fundit, rreshtit kanë shkaktuar përmbytje. Një shtyllë elektrike dhe një shtyllë semafori prej disa ditësh po qëndrojnë të rënuar në paralagjën Dardani. Banorët e zonës po konsiderojnë si rrezik për kalimtarët, pavarësisht se rasti është njoftuar, stanimi apo largimi i tyre ende nuk ka ndodhur. Një shtyllë semafori dhe një shtyllë elektrike në lagjën Dardania prej disa ditësh po qëndrojnë të rënuara, duke paraqitur rrezik për kalimtarët dhe automjetët që qarkullojnë në këtë zonë të frekuentuar. Banorët prapa kamerave thonë se situata është shqetësuese dhe se friksohen se ndonjë pjesë e shtyllës mund të bjerë, sidomos gjatë ditëve me erë të fortë. Banorët kërkojnë reagim të menjëhershëm për të parandaluar ndonjë incident të mundshëm dhe për të garantuar sigurinë në këtë pjesë të kësaj zone. Të dielën e 23 nëntorit në Gjakov do të protestohet për Daorsa Spahiun, studentën e cila para pak ditësh humbi jetën tragjikisht në Tetov. Organizatorët e protestës kanë ftuar qytetarët që të bashkohen protestës për të kërkuar drejtësi të institucionit për vdekjen e Daorsës. Të dielën nga ora 12 në qytetin e Gjakovës do të mbahet një protest për Daorsa Spahiun, 24 vjeçarën për të cilën fillimisht ishte raportuar se kishte kryer vetvrasje. Mirë po, familjarët kanë ngritur disa pretendime të tjera. Ata thonë se kanë publikuar fakte ku dyshohet se ajo shtyr drejt këtij akti nga ishi dashuri, pasi ekzistojnë dëshmi për ushtrim dhune ndaj saj.
Arber Zhubi, njëri nga organizatorët, tha se me këtë protest kërkohet zbardhja plotë e rastit të Daorsës dhe vënia e drejtësisë në vend. Tonë do mu bashkangjitë në protest për shkak se kjo është një luftë ndaj një fenomeni tërë, kjo është një luftë ndaj krimit, kjo është një luftë dhe rezistencë ndaj padrejtësisë, edhe gjithë do mu bashkangjitë në këtë protest me një qëllim të vetëm, që është zbardhja e vrasjes shoqes tonë dashur. I ftojmë gjithë mu konë pjesëmarrës, i ftojmë gjithë miqt, dashamirët, njerëzit që përcjellin rastin të jenë bashkë me ne, sepse ne gjithë së bashku jemi më të fortë dhe do ta luftojmë rastin deri në fund së bashku. Sa më shumë që ne jemi zë dhe i bashkangjitemi kësaj proteste, aq më shumë ne kemi shansin të luftojmë para drejtësisë. Zhubi shtoi se protestat nuk do të ndalen dhe do të vazhdojnë edhe pas asaj që do të mbahet në Gjakov. Ne do të vazhdojmë çdo moment, çdo ditë e ardhshme do vazhdojmë mirë, po për momentin ja kemi nisë me Gjakov, mirë po ne nuk ndalemi asnjëherë dhe do vazhdojmë të ndërmarrim gjitha hapat e duhur dhe të ardhmen që të zbardhet rasti shoqes tonë. Daorsa Spahia ka ndëruar jetë me 5 nëntor dhe rasti i saj ka shkaktuar reagime të mëdha në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Për vdekjen e saj po kërkohet drejtësi pasi dyshohet se ajo shtyr drejt vetvrasjes. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Kosovës, duke ju referuar raportit të fundit të Organizatës Botërore për Shëndetin e Kafshëve, si dhe raportit të Komisionit Evropian, njofton se në disa regione të Gjermanisë është konfirmuar prania e sëmundjes së gripi i shpesve. Kjo ndalesë hyn në fuqi menjëherë dhe do të mbetet në zbatim deri në vlerësimin e mëtejshëm të situatës nga autoritetet përkatëse ndërkombëtare dhe nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Kosovës. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Kosovës, duke ju referuar raportit të fundit të Organizatës Botërore për Shëndetin e Kafshëve, si dhe raportit të Komisionit Evropian, ka njoftuar se në disa regione të Gjermanisë është konfirmuar prania e sëmundjes gripi i shpesve. Serotipi me patogenitet të lartë HPAI H5N1 në firmat komerciale dhe tek shpezet e egra, Sadik Heta nga AUV përmes telefonit i ka konfirmuar mediumit tonë se në përputhje me dispozitet përkatëse të legjislacionit në fuqi dhe në zbatim të masave parandaluese për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, shpezeve si dhe sigurisë ushqimore në Republikën e Kosovës. AUV ka vendosur që të ndalohet importi i shpezve të gjalla dhe i produkteve të tyre që kanë origjinën nga zonat e infektuara të shtetit të Gjermanisë. Përveç në raste kur ato vijnë nga ferma të paprekura, nga sëmundja dhe që gjenden në një rrezë prej të paktën 50 kilometra larg zonave të prekura. Kjo ndalesë hyn në fuqi menjëherë dhe do të mbetet në zbatim deri në vlerësimin e mëtutjeshëm të situatës nga autoritetet përkatëse ndërkombëtare dhe nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i Agjencisë Heta gjithashtu shtoi se Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë do të vazhdojë monitorimin e kujdesshëm të situatës epidemiologjike, duke bashkëpunuar ngushtë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare për parandalimin e përhapjes së kësaj sëmundje. Ka shumë arsye që i bëjnë të rriturit të sillen keq me fëmijët. Në ditën botërore të parandalimit të abuzimit të fëmijëve, psikologe Elvira Pruthi Gojani thotë se fëmijët mësojnë duke imituar dhe vëzhguar më të rriturit, e për të parandaluar fenomenin e abuzimit dhe pasojat e tij në jetën e fëmijëve, i rëndësishëm është ndërgjegjësimi i familjeve. Ka shumë arsye që i shtyen të rriturit të sillen keq me fëmijët, por pasojat që lihen tek ta janë shpesh të thella dhe afatgjat. Në ditën botërore të parandalimit të abuzimit ndaj fëmijëve, psikologe Elvira Pruthi Gojani thekson se fëmijët mësojnë kryesisht duke imituar dhe vëzhguar sjelljet e të rriturve që i rrethojnë. Kjo ditë ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse na kujton diçka shumë thjesht dhe por shumë thelbësore. Na kujton që fëmijët duhet t'i mbrojmë çdo ditë, në çdo hap, në çdo mjedis ku ata rriten, në çdo zhvillim të tyre, jo vetëm kur ndodh diçka, sepse si shoqëri kemi bërë pak të zakonshme të reagojmë dhe të mbi reagojmë vetëm kur ndodhin situatat, mirë po në ditët e zakonshme e heshtim për rreth abuzimeve të ndryshme ndaj fëmijëve. Psikologja gjithashtu foli edhe për format më të shpeshta të abuzimit të fëmijëve në vendin tonë.
Zakonisht e këtë gjithë fëmijët, mirë po edhe në vendin tonë, më të shpeshtat janë abuzim emocional, i cili përfshin qysh ne i bojmë fëmijët mundi, fjalë që mu i mi lëndu ata, për kujdesja, dashuria, mungesa mbështetjes, kur ata raportojnë dhunën qoftë tek familja, qoftë tek kujdestarët ose shoqëria. Pastaj është dhunja ekonomike, dhuna psiqike, që përfshin dhunën emocionale, neglizhenca në kupton kur prindrit ose kujdestarët i neglizhojnë fëmijët duke jo mohu të drejtën e një jetë të sigurt, një jetë të shëndetshme, ku jo neglizhojnë kujdesin e tyre financiar, për shkak se ne dim që fëmijët kanë nevojë për financat e tyre për një jetë të shëndetshme, dhe pastaj një ndër llojet më të ashpërta të dhunës është dhuna seksuale, që fatkeqësisht është në numër të madh, mirë po raportimi rreth saj është shumë i vogël. Pruthi Gojani thot se ndërgjegjësimi i prindërve dhe kujdestarëve është një prej hapave më të rëndësishëm për të mbrojtur fëmijët nga abuzimi dhe për të shmangur ndikimin që ky fenomen mund të ketë në zhvillimin e tyre. Të arrijnë t'i dëgjojnë fëmijët e tyre, të bëhen dëgjues aktiv në atë se çfarë fëmijët po ju thonë. Vetë ju besojnë pak më shumë, për shkak që ne kemi idenë që është e vogël, mundet mi përdor imagjinatën, po jo çdo herë. Fëmijët janë shumë të ndjeshëm ndaj abuzimeve të ndryshme. Dhe kjo vëret më së miri kur ne shohim fëmijët që ka luhatje të emocioneve, ka luhatje humorit, është izoluar, ka shpërthime emocionale, shpërthime në kupton kur fëmia ndryshon sjelljen, çan ose krijon konflikte më të tjera, le të jenë më të vëzhgueshëm, t'i vëzhgojnë më shumë fëmijët e vet. Ajo apeloi që institucionet, shkollat dhe komuniteti të bashkëpunojnë për të ndërtuar një ambient të sigurt, ku fëmijët të rriten me respekt, mbështetje dhe shembull pozitiv nga të rriturit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës nuk ka mandatuar sot as mandatarin e dytë. Vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Dy të lënduar pas një aksidenti në rrugën Nën Tereza. Të dielën në Xhako protestohet për të kërkuar drejtësi për rastin tragjik të studentes Daorsa Spahia. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.